Fermerët e Fierit janë duke aplikuar në mas preparate biologjike për mbrojtjen e bimëve. Të dhëna nga Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve në Fier flasin për një rritje të qëndrueshme me afërsisht 8% çdo vit të numrit të fermerëve që përdorin pesticide biologjike për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet. Por këto barna bujqësore janë më të kushtueshme se ato industriale dhe kimike, ndaj fermerët po kërkojnë në masë sulfatin e bakrit. Tani në fazën intensive të spërkatjeve të bimëve, produkti sulfat bakri ose siç njihet ndryshe gurkali është produkti më i kërkuar në farmacitë bujqësore, një preparat organik i lirë dhe efikas që përdori në bujqësinë përpara viteve 90. Spërkatja ka filluar qysh në prill. Në shijes do të ruash vrugun, hirin edhe kalbëzin. Unë deri di i venja vetëm me gurkal se kam vash jam vështar. I venja vetëm gurkalin dhe squfri. Sot i kanë futur të tëra maskarallaqet me orë së muret bima. Shtreng dhe së muret bima. Sulfati i bakrit është një zgjidhje efikase me pak kosto për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet me pothuajse zero efekte në shëndetin e njerëzit. Megjithatë, ky produkt aplikohet kryesisht nga fermerët me sipërfaqe të vogla të mbjellash. Prodhuesit e mëdhenj të perimeve dhe pemtarisë po aplikojnë përveç spërkatjeve biologjike dhe të ashtu quajturën luftën biologjike. Këto praktika janë më të kushtueshme por garantojnë shitjen e produktit në tregjet europiane.